vendi, po mendoj organet të shtetit dhe ma vonë edhe qeveria. Profesor, për atë se çfarë tha më herët Igor Simic, nga lista serbe është deklaruar para mediave rreth zgjedhjes së nënkryetarit 5 të Kuvendit të Kosovës, pozitë për cilën pra dhe i mori votat Nenad Rashić. Simic tha se sot nuk është konstituar parlamenti. Mbaroi edhe një farsë e Kuvendit dhe është dëshmuar se e drejta dhe drejtësia nuk ekzistojnë. Sot nuk ka përfunduar konstituimi i Kuvendit dhe mos t'ju gënjejnë, tha mes të tjerash Simic. Kjo është ligjërimin thojza, ligjërimi i tyre politik që është në fakt vazhdimisht dhe në kontinuitet destruktiv. Ata po kanë dëshmuar fatkeqësisht ky subjekt politik që nuk dëshiron që të jetë pjesë e institucioneve tona, nuk dëshiron që të integrohet dhe të jap kontributin e vetë në interes parësisht komunitetit që përfaqëson e pastaj edhe të stabilitetit dhe funksionimit të shtetit e Kosovës, dhe vazhdimisht këta kanë vepruar në këtë mënyrë, s'është e çuditshme as kjo, madje sa ndëgjova unë në tekst ata edhe mund të ankohen, pse përsëri në gjykatë kushtetuese, vetëm për të prolonguar, për të penguar konstituimin e Kuvendit dhe funksionimin e shtetit përmes qeverisë. Profesor, nëse prap dërgojnë një ankesë, një kërkesë në gjykatën kushtetuese, pezullohet sërish puna këndej derisa të kthehet përgjigjja për listën serbe apo si shkak? Varet si do të veprojë gjykata kushtetuese, por unë mendoj që në asnjë mënyrë nuk do duhet të ketë masë mbrojtëse përkohshme, dhe në asnjë mënyrë nuk do duhet gjykata, nuk mendoj që ka vend as hapësirë juridike as politike që të pezulloj punë në Kuvend, sepse tashmë Kuvendi është konstituar. Dhe është konstituar pikërisht sipas rekomandimeve, madje edhe urdhrave të gjykatës kushtetuese, e cila po e ripohoj se thot urdhëron deputetët që brenda 12 ditësh ta konstituojnë Kuvendin. Pra ta zgjedhin përfaqësuesin për nënkryetar të komunitetit, nuk thot e listës kësaj apo asaj, as partisë kësaj apo asaj, po komunitetit. Pikërisht nga komuniteti, me status të deputetit, është propozuar dhe është zgjedhur në mënyrën më legjitime të mundur një përfaqësues i komunitetit, jo i popullit serb, sepse populli serb është Serbi, këta këtu janë me kushtetutë, gjithë ne fatkeqësisht edhe ne, si shumicë, 97% konsiderohemi vetëm komunitet. Pra, përfaqësuesi i komunitetit serb dhe këtu nuk do duhet kishte vend nga gjykata kushtetuese që ajo tani edhe më shumë ta zgjas këtë proces dhe të kontriboj dash e pa dash në prolongimin e funksionimit ose funksionalizimit më saktë të Kuvendit të Republikës. Po, dhe ajo që... Sepse ai tashmë është konstituar. Po, ajo që ra më shumë në sy ishin votat pro për Nenad Rashić, të cilat nuk ishin në herën e kaluar, tani po nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Çfarë tregon kjo, profesor? Na jep një ndoshta ide apo një shpresë dhe mund të ketë një marrëveshje, sepse dihet që tash me konstituimin e Kuvendit i hapet rrugë formimit të qeverisë dhe e dim se deri më tani asnjë nga partitë nuk e ka pasur shumicën e votave për ta bërë qeverinë. Mund të jetë kjo një tregues që edhe mund të ketë parafrime të qëndrimeve mes LDK-s dhe vetëvendosjes? Para kësaj dhe bashkë me këtë që thoni ju, po, mund të ketë dhe duhet të ketë një konotacion të vetëdijësimit final, më në fund, pas gjitha këtyre peripetive mbi 6 mujore prej 15 prillit, të këtij subjekti politik që të votohet përfaqësuesi këtë rast ky që u votua i komunitetit serb, pakic, për arsye se kundërta nuk do të kishte, nuk ka definicion se çka do të ndodhte me Kosovën dhe Kuvendin e saj. Pra, pas një 3 vendime të gjykatës kushtetuese, cila nuk e ka përkufizuar sepse e ka konsideruar jo si mangësi, po si përcaktim i saj, definimi i saj i kësaj çështje nga gjykata kushtetuese se nuk mund të interferojë më thellë në kompetencat e Kuvendit, nuk e ka përcaktuar pasojën eventuale çka nëse brenda 12 ditësh nuk do zgjidhej Kuvendi, por e kalon të hapur dhe të nënkuptueshme që duhet të zgjidhet dhe për këtë duhet vetdije politike dhe LDK-ja ka treguar një vetdije të lartë politike në momentin e fundit, duke i pasur, unë mendoj jam i bindur sepse s'ka shpjegim tjetër që pasojat parasysh se çka do ndodhte po të mos votojë, ashtu siç kanë vepruar me të drejtë dhe në interes të vendit deputetët e Partisë Demokratike me rastin e votimit të kandidatit
për kryetar të kuvendit, cili tashmë është kryetar legjitim i kuvendit Kosovës. Po, dhe pikërisht kjo që shpjeguat, kështu në fakt